pa ta vra mendjen fillim kur hapa kanalin që tematikat, çfarë tematikash do trajtoja për ditë, se do ta bëj çdo ditë një koment ditë siç e keni pa, plus duke ecë duke bërë gjëra të reja, ekskluzive. Po kur jeton në një regjim i cili ka kap gjitha mediat, ka kap gjitha sistemet funksionale të shtetit që du t'jenë pushteten vete, e ke shumë kollaj të thush të vërtetën. Siç e keni pa gjithë në për gjitha mediat e pushtetit, Edi Rama ka bërë një tallje spektakolare me shqiptarët sot, me ju, me djathtë, me të majtë, me të papartije, edhe me këta që nuk duan qeveri teknike. Tallja ishte ka marrë një foto, një fshat nga Portugalia, pasi hodhi atë foton e Italisë, që tha shem edhe në Itali, ka marrë foton e një fshat Portugalisë, i shem i rrugat e me fshat edhe thot një ku thot edhe këtej shemen rrugët, thot nuk ka opozit, thot që t'ja çojnë spakut. Tallje, fyrje, më të madhe se kjo për një popull nuk ka. Unë nuk pres që këtu të ketë në i reagim kush e di se çfarë, se shqiptarëve u ka ngordh nervi i ndërgjegjes. Ju ka ngordh nervi i dëgjimit të zvërtetës. Dhe shqiptarët kanë arrit në një fazë që po i mashtrove, po i gënjeve, të duar trokasin, po ju thejtë vërtetën, të sulen si hjenat. Dhe kjo është një fazë shumë e keqe që ka punu në mënyrë inxhinierike Edi Rama specifikisht, po edhe gjithë klasa politike, po Edi Rama specifikisht ka punu në mënyrë inxhinierike që ta sjell popullin në një fazë të tillë, që mos di të bëj më dallimin e të vërtetës nga e pavërteta. Po si ka mundësi, domethënë një njeri që ka harxhu, ja ka thënë dhe Banka Botërore kishte nxjerrë sot një studim, 3.8 miliard. Shumica e shqiptarëve nuk e dinë se sa janë 3.8 miliard, se s'kan 3.000 lekë të hanë bukë në ditët, 3.000 lekë vjetra të shelbura të hanë bukë, por 3.8 miliard euro i ka harxhu për rrugët, dhe sot nuk ka rrugë. Sot rruga e Arbërit është me probleme. Miliarda euro në rrugën e Llogaras, tunelin e Llogaras, janë në ethe, se shemet sot, shemet nesër tuneli. Rruga e Thuman Kasharës 1.3 miliard euro që ja ka dhënë oligarkut për t'i bën derë, siç thoshte Belinda, për ta futur në klap. I e keni pa vetë si është kur duke ecë me makina atje, pra vetëm rrugë nuk është. U shem edhe rruga që ndërpreu komunikimin me Juglindjen, po ajo dhe çfarë është? Ajo është një shpenzim jashtëzakonshëm ditor. Miliona lek të humbasin në tregti, është një dëm i madh social për njerëz që kanë halle, kanë smundje, kanë siklete që duhet të komunikojnë me spitalet e me të gjitha. Dhe deri në këtë moment, prandaj ju them unë që nuk ka drejtësi këtu, nuk ka SPAK këtu, mos besoni, SPAK-u këtu funksionon vetëm kur e komandojnë të huajt, kur Edi Rama prek vijat e kuqe me ata, kur prek vijat e kuqe me Europën, kur prek vijat e kuqe me Amerikën, ata i ndërsejnë SPAK-un. Ndërsa kur e komandon Edi Rama vetë, për çështjet e brendshme, shifeni rezultatin sot, nuk ka asnjë person të pezulluar nga detyra në Ministrinë e Infrastrukturës. Pra për një kolaps të tillë që ka ndodhur atje, nuk ka sot skasi përgjegjës. Ka filluar gjoja hetimet prokuroria e Elbasanit, ajo është për të balancuar lajmet. Është shem rruga, ka filluar hetimet, kaq është ajo. Nuk ka asnjë hetim deri tani që duhet ishin marrë masat përgjegjësit e kompanisë, përgjegjësit e ARSH-s, duhet kishte masa arresti, duhet kishte pezullim me një hershëm punës, ngritje në një ekipi pune kombëtar, pra duhet kishte ngritjen e një ekip kombëtar ekspertësh për të gjetë shkaqet, cilat ju e dini se unë i kam thënë dhe ato do dalin në fund, shkaqet nuk është ajo e lumit shkumbin, se po e bëj një parantezë, tu e keni pa variantin që thotë do e bëjmë rrugën provizore nga lumi shkumbin. Po t'ishte shkaku i shembjes kësaj rrugës, lumi shkumbin, si mund të bëhet rruga provizore që të kalojnë nga lumi shkumbin. Pra, nejse, do dalin, edhe këto gjërat do dalin, po
Kjo që ka bëjë Edi Rama sonte, nuk e ka publikuar as në Facebook. Se e di që aty i turren njerëzit dhe e di që shqiptarët nuk e përdorin X-in ose Twitterin që ka qenë përpara. Edhe e hedh atje sa për të bërë lajm nëpër mediat. Njerëzit janë nëpër TikTok-a, nëpër Facebook-e, nëpër Instagram-e, nuk i shkoj njëri atje që ta përcjell mirë neverinë dhe talljen që bën kryeministri me këta. Pra është bërë i neveritshëm. Është bërë i neveritshëm, nuk pyet më për asgjë, të vjedh, të tall, të përqesh dhe në fund fare do me të nxjerrë edhe budalla. Pra do që ti të besosh që siç është shem kjo rruga këtu, është shem edhe rrugë me një fshat Portugalisë. Siç është shem kjo rruga këtu, është fshat kur të nxjerr në ditë në rruga nga Brazili, nga Meksika ne, se i ka dhe qef këto anë, se ka ortakët e biznesit në Meksikë, në Kolumbi, anë i ka ortakët e biznesit ky. Pra një poshtërsi e madhe. Përveç kësaj, akoma nuk ka edhe diskutimi në media është kaotik, sepse ai kontrollon mediat, edhe njëri thot ushem këtu, njëri thot ushem atje, nuk ka një hulumtim, se sot jemi 6 ditë nga shemja e rrugës, nuk ka një hulumtim të qartë që të nxjerrë përgjegjësit. Ore, kjo rruga ka projekt apo s'ka projekt? Një. Kush është firma? Firmat i kanë përmend me emra kështu, por nuk përmendin asnjë detaj tjetër. Sa është fondi kësaj rruge? Sa para janë shpenzuar për projektin, kush e monitoron projektin, kush e supervizon projektin nga Ministria e Infrastrukturës. Pra duhet të ishin nda këto, deri tani duhet ta kishte marrë vesh publiku. Tjetra, duhet kishte një llogari, sot duhet kishte një llogari se çfarë kostosh ka kjo për qytetarët. Pra bllokimi i rrugës për më shumë se një javë, që nuk dihet edhe se sa do zgjas, çfarë kostosh reale ka për gjysmën e Shqipërisë. Të dilnin këto, të ishin publike këto, të ishin nëpër media këto, atëherë do të krijonte edhe një farë reaksione, do ta kuptonte edhe më idioti që ky tallet me neve. Ky tallet me shqiptarët, sepse ky ka edhe gurin edhe arrën në dorë. Sikur mos kishte asnjë akuzë tjetër Belinda Balluku. Pra mos kishte asnjë akuzë tjetër, vetëm për këtë që ka ndodhur me rrugët tani. Shemu rrugën nga Vermoshin Konispol janë shem rrugët që kanë kriju këta, që kanë ndërtu këta. Është shem rruga e Qukës Qaf Ploçës. Kjo këtu, pra gjitha rrugët ku kanë vënë dorë këta, kanë bërë vjedhje spektakolare, kanë bërë rrugë kartoni dhe gjitha sot janë të shembura. Vetëm për kaq, Belinda Balluku duhet të ishte shkarku urgjentisht nga detyra. Po nuk është fajtore Belinda. Se ka njerëz këtu që futen edhe ke video në Facebook që thonë po ti ç'a Belinda, shiko aty ka vjedh Belinda, kanë vjedh gjithë. Pra çdo njeri që ka punuar me Edi Ramën ka vjedh sepse ai ka stilin që çdo bashkëpunëtor të tij e implikon, e le të vjedh, i ruan dosjen edhe e shantazhon pastaj për një vjedhje më të madhe që bën vet. Pra që jemi të qartë këtu, këta nuk është se nuk janë hajdut. Belindat e kujtun gjithë ministrat që punojnë me këta apo deputetët që punojnë. Ta janë hajdut shumë edhe më të poshtër se Rama, por asnjëri prej atyre nuk është përgjegjës po themi në makro i gjës, në makro truri i vjedhjes Shqipërisë, truri i shkatrimit Shqipërisë, truri që lëviz fijet e bllokimit deri në bllokimin e Shqipërisë për të integruar në Europë është vetëm një person, edhe ai është Edi Rama. Sa kohë merresh me Belindën, merresh me këto ato do ai. Ai është përgjegjës kryesor, ai duhet të mahet përgjegjës. Tani ka ardhur edhe koha me këto tallje që po bën ai, ka ardhur edhe koha që edhe opozita t'i kpus zënxhirët. Nuk po e them në mënyrë metaforike, po t'i kpus zënxhirët edhe ta marr përpara këtë. Ta marr përpara të mos e ndalojnë popullin, të paktën minimalisht mos e ndalojnë popullin që ta marr përpara këtë maskara që po e shkatron, e ka shkatru vendin në sektor të ndryshëm në mënyrë të pakthyeshme, po të paktën të shpëtohet çfarë është për të shpëtuar. Shifni atje sa neveritës është reagimi i tij që ka bërë sot, që tregon një rrugë
një fotografi të një rruge në Portugali. Do thonë, kush është duke ngjuar videon, le të shkojnë në rrjetin social X atje, edhe le ta shoh, edhe hajdeni këtu pastaj komentoni. A është neveria ajo apo jo? Shihni pamjet e rrugës atje që është shem, shihni çfarë poston kryeministri juaj, shihni edhe videon që kryeministri juaj shkon me helikopter në Korçë, me helikopter në Vlorë, edhe pastaj hajde komentoni çfarë të doni. Mirupafshim.